Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk shërbehen në nivelin e duhur nga ana e institucioneve të shtetit. Gjë kjo që bën që kjo pjesë e popullatës të humbë besimin në institucione, ndërsa kur flitet për çështjen e pagesës së tatimeve dhe obligimeve të tyre ndaj shtetit, të njëjtat shpesh herë detyrohen t'i paguajnë, madje edhe përmes përmbaruesve, të cilët dy fish shkelin të drejtën e kësaj popullate. Ky konstatim ka dalë nga studimi i fundit i profesorit universitar Bashkim Selmani, që realizoi bashkë me studentët e Fakultetit Juridik përmes anketimit të një pjese të popullatës. Mbas anketimit është konstatuar se shqiptarët me 59.2% nuk u besojnë dhe nuk shërbehen me cilësi nga ana e institucioneve, pjesa e parë për sa përket të drejtave dhe detyrimeve që përkasin qytetarëve. Nga ana tjetër, kemi një shtet tjetër, i cili, kur bëhet fjalë për marrjen e taksave nga ana e qytetarëve, ato realizohen me afat jashtëzakonisht të shkurtër dhe me taksa difish më të larta. Këtu e kemi edhe çështjen e përmbarimit, për shembull nëse qytetari ka një borxh prej 1.000 denarëve, aty i merren difish vlera që nënkalon borxhin bazë. Kjo është rreptësisht e ndaluar me ligj. Pjesë e dytë, kemi dhe noterët, të cilët nuk kanë çmime transparente, qytetarët duhet të dinë për veprimet e tyre dhe taksat që japin ndaj shërbimeve notariale. Por interesant është fakti edhe përkundër këtyre shkeljeve, avokati i popullit që ka për obligim të mbrojtë të drejtat e qytetarëve, pothuajse nuk funksionon as pak dhe nuk ndërmerr masa në drejtim të mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve të këtij vendi. Kombi shqiptar nuk ka një institucion të vetën që do t'i mbronte të drejtat kombëtare. Është momenti ditë të gjithë përfaqësuesit që japin betimin para shtetit dhe i mbrojnë interesat shtetërore. Kjo është që 20 ca vit pra thjesht jemi të humbur në labirintet e së drejtës, po ashtu unë besoj që duhet të krijohet një institucion i veçantë ose një agjencion me të cilën të drejtat e qytetarëve shqiptar drejt për së drejti të fokusohet. Ju shihni tash me 2500 të punësuar, shohim se asnjë nuk është shqiptar ose një numër shumë simbolik kur bëjmë pjesë tjetër dhe kjo përbën një nga problemet bazë dhe që krijon një demotivim tek të rinjët. Ne shohim se në për auditoret tona tani studentët nuk kanë motiv, nuk kanë qëllime të caktuara, për arsye se vetë punësimi flet të kundërtën dhe kjo na bën akoma më shumë të rritë pesimizmin edhe qytetarët. Ne kemi bërë shumë anketa, por kjo anketë u konstatua se qytetarët janë shumë në depresione, cilët janë shkaqet ekonomike, pjesë e dytë është çështja e kredive, këtu dihen momentet bazë mësuesit dhe administratorët që kanë shumë kredi dhe nuk mund t'i shlejnë detyrimet e tyre, po ashtu dhe borxhi ndërfamiljar është me zonka dhe me ngatresë dhe shpeshherë ndodhin edhe në vrasje. Mendimi jonë do të ishte kështu. Detyrimisht qeveria duhet të krijojë një buxhet të veçantë me të cilën do të shlihente kredit të gjithë administratorëve dhe mësuesve, sepse janë kategoria bazë të cilët nuk ofrojnë shërbime cilësore. Sipas këtij studimi, qeveria duhet me urgjencë të kthejë kokën ka këto padrejtësi që ju bëhen popullatës, sidomos popullatës shqiptare, dhe një herë për gjithmonë të ndihmojnë qytetarët që të mos ju shkilen të drejtat e tyre nga institucionet e vendit, siç ndodh deri më tani